Unë kam zgjedhur që komunikimin e parë ta kem me sekretarin për drejtë e njerëzit në Partinë Demokratike, Frans Nuri. Frans, të përshëndes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Urime edhe publikisht për këtë detyrë të re dhe shumë të rëndësishme që besoj ka ardhur si pasojë kontributit në Partinë Demokratike, nga ku ke marrë edhe votat për të drejtuar pra pikërisht këtë sekretariat për drejtat e njeriut, që lidhet me çështje të nxehta dhe me çështje që kanë të bëjnë me veprimtari të përditshme, që janë të prekshme. E para njëherë, nuk e di nëse je në dieni, pritet që të thyet bojkoti i Partisë Demokratike për të qenë prezent në sallën e kuvendit, është kështu? Nëse, mund të ma konfirmosh. Do t'jetë një mbledhje e grupit, faktikisht, grupi parlamentar, në bazë rreth një ore, ku do diskutohet gjitha çështjet e aktualitetit, dhe mendoj mund të ketë dhe një diskutim rreth faktit nëse do të merret pjesë në seancën parlamentare apo jo, por kjo i takon deputetëve, grupi parlamentar që do shprehen në lidhje me këtë ecuri. Partia Demokratike nuk ka bojkotuar kuvendin e Shqipërisë. Deputetët e Partisë Demokratike janë pjesë e komisioneve parlamentare apo dhe komisioneve të posaçme si ajo reformës zgjedhore dhe territoriales. Puna është bërë nga këshilltarët e grupit, nga deputetët për memo dhe për materialet e tjera. Deputetët shkojnë rregullisht në komisionet parlamentare të përhershme. Por për seancën plenare dihet që ka pasur në 2-3 seancat e fundit, ka pasur këtë po themi vendim që për sa kohë kërkesat e protestuesve, të cilat Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike i mori dhe i mishëroi duke i propozuar me 4 projekt ligje depozituara konkretisht në kuvend, pra që kërkesat e protestuesve të mund të miratohen me ligj. Çfarë kanë kërkuar protestuesit? Shkurtimisht, kanë kërkuar që shfuqizohen disa ligje, duke nisur nga ligji i famshëm 21/2024, që ne faktikisht si grup parlamentar dhe Partia Demokratike dhe unë si avokat në atë kohë i kemi ndjekur gjykatën kushtetuese. Pra kërkohet shfuqizimi i ndryshimeve të ligjit 21/2024, i cili mundsoi më pas hapi rrugën e ndërtimeve në zonat e mbrojtura. Kjo është kërkesa e para e protestuesve. Dhe deputetët e Partisë Demokratike, grupi parlamentar përpara disa javësh ka depozituar në kuvend. Pikërisht që kjo gjë të bëhet realitet. Por çfarë ndodh? Kryetari i kuvendit, institucioni i kuvendit të tërësi nuk e fut në kalendarin e punimeve as për diskutim. Pra, ky është kryesori. Pastaj kemi ligjin e investimeve strategjike që kërkohet shfuqizohet. Kemi ligjin e po themi për pjesën e aspektit të muzeve dhe kulturës. Kemi dhe draftin tjetër të ligjit për paketën e maleve. Pra janë 4 nismat që protestuesit kanë kërkuar të shfuqizohen, 4 ligjet dhe ndryshimet e tyre që protestuesit kanë kërkuar të shfuqizohen. Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i ka mishëruar në formën e projekt ligjeve, i ka depozituar përpara disa javësh në respekt protestuesve dhe të kauzave të tyre të drejta, por Kuvendi i Shqipërisë nuk i fut fare në diskutim, nuk i fut në kalendarin e punimeve. Nga ana tjetër, ne shohim për ditë në Kuvendin e Shqipërisë dhe në komisionet parlamentare që janë duke u zhvilluar tashmë në këtë orë. Ka pasur komisionin në orën 9 parashikuar dhe 9:30, po ashtu diskutojnë projekt ligje teknike etj që deputet Partisë Socialiste mund t'i kenë depozituar përpara pak ditësh. Sot jemi data 20 korrik, janë duke diskutuar projekt ligje të depozituar përpara 10 ditësh, apo përpara 2 javësh. Ka do të thotë që kemi një tendencë që jo vetëm të injorohet kërkesat e protestuesve dhe kërkesat e opozitës, por një trajtim krejt të pabarabartë, diskriminues, ku kërkesat e majorancës trajtohen me përparësi, edhe pse mund të kenë pak ditë që kanë ardhur me shkretës zyrtare në protokollin e kuvendit, ndërkohë këto të opozitës i trajtojnë si të njerëkës, edhe nuk i shohin fare, nuk respektojnë fare faktin që janë zbatuar procedurat ligjore dhe janë depozituar protokollin e kuvendit dhe injorojnë, bëjnë sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Pikërisht, prandaj dhe për gjitha këto arsye, është mbajtur ky qendrim nga grupi parlamentar, gjykoi unë dhe vlerësoi unë këto. Tashmë do të shikohet se çfarë do vendoset. Janë deputetë që vendosin, është grupi parlamentar që vendos me propozim të kryesisë të grupit parlamentar.
Po, ndërkohë, janë çështje të rëndësishme ato që pritet të diskutohen për hir të vërtetës në sallën e Kuvendit. Pra, kemi të bëjmë me kryesisht organet të drejtësisë, çështje të nxehta, ndërkohë edhe në ditët në vijim pritet po ashtu që të ketë vendimarrje dhe të shprehen deputetët për institucione jashtëzakonisht të rëndësishme. Për shembull, ne jemi në prag të zgjedhjes antarëve, nënkryetarit, të kryetarit të KPP-s dhe pas procedurave pritet të kalojnë dhe në Kuvend, kur në hetimet e SPAK u bën publike, nuk pati asnjë reagim, edhe pse antarët e mëparshëm pra kërkojnë që të konfirmohen. Franca, duhet të ketë një transparencë për këtë? Transparencë është minimumi, mendoj unë, që mund kërkojnë. Sigurisht, patjetër që duhet të ketë transparencë dhe një transparencë të shtuar ndryshe nga çka ndodhur deri në tani. Por unë mendoj dhe gjykoj që kjo është minimumi, sepse tenderat, procedurat konkurruese, koncesionet, çdo gjë që ka lidhje me paratë publike në formën e dhënies tyre me garë, le të themi, pak në quhe ka ligji, kanë treguar prej vites se ka probleme në Shqipëri, kanë probleme mjaft të rënda. Aty mund të jetë një pjesë e madhe e korrupsionit, një pjesë e madhe e abuzimeve. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne, e thonë dhe raportet ndërkombëtare, e thonë dhe raportet kryesisht të Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Do të theksoja edhe raportin e Parlamentit Amerikan të Shtetit. Thëmbra e akilit në sistemin shqiptar të funksionimit të shtetit janë tenderat publik, janë ankandet publike, janë koncesionet. Dhe KPP-ja ka një rol thelbësor. Dhe unë gjykoj që transparenca është minimumi që do të bërë. Ata persona që kandidojnë duhet i nënshtrohen një vettingu të vërtet mirëfill. Të keq ka tek e fundit. Ja kemi kërkuar gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërnisi para 10 vitesh procesi vettingut, dhe dolën pastaj që një gjysma e tyre nuk e kaluan, gjysma e kaluan këtë proces. Përse mos t'i nënshtrohen procesit vettingut, gjykoj unë, apo një procesit ngjashëm, filtrimi, seleksionimi, por edhe llogaridhënie në lidhur me pasuritë e këtyre personave. Si mund t'i kemë vendosur, si evoluon pasuria e tyre etj. Sepse janë persona që kanë një vendimarrje jashtëzakonisht rëndësishme. Vendosin se ku do të shkojnë miliona, e qindra milion euro apo dollar para taksë paguesve shqiptar, i shkojnë apo jo një kompani apo një kompani e caktuar, etj. Për të shmangur abuzimet, do duhet që të ishte transparenca është minimumi, unë do doja që të ishte edhe një hap më tej, se jo ta antar ti nënshtrohen vettingut në të ardhmen. Po. Franc, unë dua të kujtoj që KPP-ja, një institucion deri diku për opinionin publik, ndoshta jo për ju, por për qytetarët ishte gati i panjohur derisa ne u njohëm me dosjen Akshi. Dhe aty kuptuam nëpërmjet hetimeve, asaj se çfarë doli në publik, skema, mënyre se si, pra të paktën rasti e Geron Meçes komunikonte, ose se si është tërhequr nga gara pretendimet e tij që ai pra nuk është se ka funksionuar vetë sepse i Albania është vjedhur ose mund të jetë dhunuar në ato momente sepse kjo është e paqartë. Pra, çfarë dua të them është që eksponent të dyshuar, nuk po them që domosdoshmërisht është prezumimi i pafajësisë, janë hetimet e të tjerë, pjesë e këtij pra qoftë inspektor, qoftë në pozicione të rëndësishme KPP-s, janë pjesë, dhe unë do t'i kem ndoshta në minutat në vijim edhe atë se çfarë thuhet në dokumentat. Tani, si duhet të funksionojë? Pra ne duhet kemi rikonfirmime, duhet kemi përgjegjësi morale, sepse pati disa veprime derisa nisën hetimet për eksponentë të caktuar nga SPAK-u dhe u tërhoqën, por jo kudo ka funksionuar kështu. Pra cili duhet jetë standardi, nëse ka dhe hije dyshimi në rastin konkret, ka nga ata që thonë që duhet të riformatohet e gjitha, megjithatë ka dhe nga ata, siç është rasti zotës Tereza, i cili dhe pse del në një moment në punimin si inspektor të dokumentave për rastet e përfolura, ka pra ambicet e tij për të qenë pjesë dhe për të qenë nga inspektor, por edhe antar.
Pra, ku ndahet çështja e moralit me hetimet, si duhet jetë transparenca, çfarë duhet të kërkohet në rastin konkret sepse është institucion që varet nga parlamenti, për të qenë të qartë. Aty do të votohen. Po, drejt, pikërisht dhe prandaj vjen dhe paraqesin kandidaturën dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Unë duhet të jem fare i qartë në lidhje me këto çështje, me këto tema, do të kërkoja, po të isha në pozicion vendimmarrës, që gjithë personat e përfshirë nga afër apo nga larg me skandale të mundshme, të përfolura në media etj. Apo të dyshuar për konflikt interesi të mundshëm, do duhet të tërhiqeshin nga gara dhe të mos kandidonin. Pse? Sepse është ai parimi që po e bëj paralelizmin dhe me drejtsinë. Është ai parimi që drejtësia duhet të bëhet, por edhe duhet të duket se po bëhet. Pra dhe aparenca nuk duhet të lëri dyshime që ka një anshmëri, ka një problematik lidhur me anshmërinë e mundshme, vendimarrjet që mund të jenë të influencuara etj. Dhe nëse një apo disa kandidat kanë pasur le të themi probleme të tilla me pastërtinë e figurës, nëse mund ta themi kështu, apo me dyshime, apo dhe me hetime të mundshme, pastaj që mund të jenë mbyllur për një arsye ose një tjetër, nuk ka rëndësi. Unë mendoj që duhet të ishte mirë që pa kandidatura të shmangeshin dhe të mos rikonfirmoheshin në detyrë. Për efekt se jo për të, siç e thatë ju, secili është i pafajshëm deri, sepse është prezumimi i pafajësisë deri në një vendim për mosprerje. Por do duhet që këto institucionet të kenë transparencë të jashtëzakonshme dhe të kenë një besueshmëri në radhë të parë të jashtëzakonshme për opinionin publik, por dhe për institucionet e tjera. Sepse aty është thëmbra e akilit të po themi gjithë strukturës të ngrehinës të shtetit shqiptar, ku ka dyshime që abuzohet dhe mund të ketë vend për nepotizëm, korrupsion etj. Tani sa shpejt apo sa avash ecin organet ligjzbatuese në hetimin e këtyre çështjeve, ne e ndjekim dhe e kemi parë. Ka raste kur avancojnë, ka raste kur i zvarrisin çështjet, ka raste kur dosjet ndahen, pjestohen, zvoglohen, në vend që të grupohen për grupe të strukturuara kriminale si hetimet të qëndësishme, ndahen në përgjegjësi të vogla administrative në po themi në nivelet e shpërdorimit detyrës apo shkeljes barazisë të tendrave dhe ankandeve publike, që duhet thënë janë vepra relativisht të ulta, sidomos kjo e fundit, edhe shpërdorimi i detyrës dënohet relativisht më rënd se sa shkelja barazisë të tendrave apo ankandeve publike. Kështu që ka pasur në të shkuarën raste, gjykoj unë, që prokuroria apo dhe SPAK-u në funksion të kompetencave të veta do duhet që t'i hetonin si në formën më të lartë bashkëpunimit. Shkelje dhe abuzimet e ndryshme mund të ndodhin që janë grupi strukturuar kriminal apo dhe organizata kriminale, dhe jo vetëm duke i lënë në përgjegjësitë niveleve apo hetimet niveleve bazë, nivele ekspertësh apo përgjegjësisht në për sektor të caktuar me akuzën e famshme shkelje barazisë tendra, që është diçka që dënohet nga gjob dhe po themi deri në 3 vite burg, diçka e tillë. Kështu që patjetër që do duhej që të ishte një fokus veçantë këto institucione, këta antar, sepse janë ata tek e fundi që do të menaxhojnë në një farë mënyrë parat e taksapaguzëve. Franc, nuk e di nëse e ke ndjekur si proces, po të gjithë ishin dhe janë kandidatë të cilët kanë punuar në sektor të veçantë me profil kryesisht juridik. Asnjë nuk kishte nga ata që të kishte punuar për shembull edhe në kohën kur Partia Demokratike ka qenë në pushtet, po e di pse po e them këtë, se jo domosdoshmërisht duhet të jetë kriter, pavarësisht se institucione të tilla duhet të kenë njerëz të cilët pra duhet të jenë të profileve të caktuara dhe jo domosdoshmërisht politik. Nga ana tjetër, më herët, para se të bëheshin gati dhe të kishte gjithçka zyrtare, listat me preferenca dolën, pra nga mënyra se si mbështeten. Nuk e di sa do me thënë se është kjo në politikë, ose sa larg mund t'i mbaj duart, për shembull, politika nga procese të tilla. Shikoni, është pak temë, do të thosha, e cila nuk është hera e parë që ndodh të kemi kritere të tilla që vendosen apo procedura të tilla që kryen. Unë mendoj që
Partia Socialiste në pushtet majoranca i ka akaparuar gjitha pushtetet prej kohës. Nuk është pak, i thonë 14 vite tashmë në pushtet. Rilindja ka zënë gjitha hapësirat e mundshme dhe fatkeqësisht ka krijuar një monopol që qytetarët shqiptarë dhe institucionet shqiptare e vuajnë. Po jo pak qytetarë dhe jo pak njerëz që punojnë në administratën shtetërore janë pak kënaqur me këtë sistem, po pavarësisht kësaj nuk dalin të flasin hapur për shkak të presioneve të ndryshme që ushtrohen edhe rrjeteve të patronazhimit, le të themi kështu. Kështu që edhe në rasti konkret të institucionit ka influenca të ndryshme që mund të jenë ushtruar dhe nuk është rastësi që një pjesë e mirë e atyre anëtarëve rikandidojnë përsëri. Tani, ndryshoj pak temën e të rikthehem të proceset e Partisë Demokratike të Riportaritja. Nuk e di pse ka sjell një lloj reagimi i cili është në kuadër të analizës, cila është situata brenda patit pakënaqur? Atëherë, si çdo garë, ka gjithmonë individ që mund të ngelin pakënaqur për shkak të ndryshimeve që kryen. Shikoni, është e pamundur që të kënaqen të gjithë personat e ndryshëm që mund të kenë ambicie apo kërkesa, le të themi, apo pritshmëri në lidhje me evoluimin e tyre në karrierë, apo edhe qoftë pritshmëri si qytetar thjesht dhe si simpatizant thjesht të Partisë Demokratike. Secili ka mendimin e vet, ka qytetar por edhe simpatizant Partisë Demokratike që kanë një mendim tjetër, të tjerë që mendojnë diçka ndryshe. Është e pamundur pra që të bësh të gjithë me një mendje. Ndryshe nuk do të ishim Partia Demokratike, po të ishin gjithë me një mendje edhe të mos kishte, le të themi, diskutime apo debate të brendshme. Në lidhje me riportëritjen e Partisë Demokratike, unë mendoj që ndryshimet ishin rrënjësore. Mjaftoni të shikoni duke nisur që në maj me Këshillin Kombëtar, me zgjedhjet e Këshillit Kombëtar, ku u riportërin 30%, të paktën 30% e Këshillit Kombëtar. Më pas vazhdoi me kryesinë, me zgjedhjet kryesi me votë direkte përpara disa javësh, ku edhe aty pati rreth 30% ndryshime me të rinj, me gra, me zonja të reja, që zëvendësuan antarët, një pjesë e mirë të antarëve që ishin me mandatin e parshëm. Ndërkohë tani me ndryshimet që u bën në sekretariate, ku edhe unë jam tashmë i zgjedhur për herë të parë, si kundër dhe juve theksuat, apo dhe me nënkryetarët e partisë të zgjedhur me votë, apo dhe ndryshimet tjera që janë kryer në lidhje me Komisionin e Apelimit, në tërësi ka një ndryshim rrënjësor, akoma më të madh në përqindje, do të thosha unë, se sa ndryshimet e tjera në Këshillin Kombëtar dhe në kryesi. Pse? Sepse ja po marrim vetëm një shembull shumë të thjeshtë. Në sekretariate, vetëm 3 sekretariate, pra 3 emra që kanë qenë në të shkuar në mandatin e kaluar, 4 vjeçar, janë rikonfirmuar sërish. Kemi mbi 12 apo 13 emra të rinj që janë të zgjedhur tashmë për herë të parë në drejtimin e sekretariateve të Partisë Demokratike dhe kjo është një ndryshim radikal. Ju e shikoni fare mirë, bie një riportëritje në nivelin 70% të sekretariateve, të cilët njëkohësisht janë tashmë edhe pjesë e kryesisë. Sepse duke u zgjedhur në detyrën e sekretariateve, bëjnë pjesë e kryesisë. Dhe kryesia e Partisë Demokratike është kupola që merr vendimet më të rëndësishme dhe qëndrimet politike më të rëndësishme në përditshmëri midis 2 kuvendeve dhe 2 këshillave kombëtare që më të mblidhen. Pra, unë do të thosha që ka një riportëritje të madhe, kuptohet që mund të ketë individ që mund të jenë pakënaqur, është normale, gjithmonë kur ka garë ka një humbës, ka edhe një fitues. Ka gjëra që mund të ishin bërë më mirë, patjetër që mund të ishin bërë gjithmonë më mirë, por unë mendoj se jemi në rrugën e duhur. Franc, unë po të falenderoj që më bashkove sot, kështu që të përshëndes do të kemë besoj sërish në ditët në vijim për temat të cilat kanë interes për publikun. Ditë mbarë. Faleminderit juve. Kënaqësi.